Kalaja e Deos mirëpriti për të tretin vit radhazi organizimin e dasmës së Skënderbeut dhe Donikës, një aktivitet që po fiton gjithnjë më shumë peshë në kalendarin kulturor të Vaut të Deos dhe Mëgjer, e konceptuar si një fest që ndërthur traditën, historinë dhe identitetin kombëtar. Ngjarja mblodhi së bashku qytetar, artistë dhe të ftuar nga treva të ndryshme shqiptare. Qëndroni para Zotit për t'ja besu ati kulorat mbi koka tuja. Atmosfera festive që mbizotroi në mjediset e kalas historike, solli një rikujtim simbolik të një ngjarjeve më të rëndësishme të historisë shqiptare. Kostume tradicionale, performanca artistike dhe pjesëmarrje gjëre publikut i dhanë aktivitetit dimensionin e një feste të vërtet popullore, duke e kthyer Kalan në një hapësirë ku historia u bë pjesë e së tashmes. Sonde jemi mbledhur për të kujtuar rrënjët tona, për të ringjallur krenarinë tonë dhe për të treguar brezave se historia, kultura dhe tradita shqiptare nuk harrohen kurrë. Dasma e Gjergj Kastriotit me Donika Ranitin nuk është vetëm një moment historie, është simbol i identitetit tonë kombëtar, simbol i bashkimit, i qëndresës dhe i vlerave që na kanë mbajtur gjallë ndër shekuj. Dhe fakti që sot kjo traditë rikthehet këtu në zemër të kësaj zone me histori e besim është krenari për të gjithë ne. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore, klerik, përfaqësues të komunitetit arbresh dhe personalitete të jetës publike. Organizatorët e komentojnë këtë nisëm si një mundësi të rëndësishme për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe vlerave që kanë shoqëruar ndër shekuj identitetin shqiptar. Isha me shumë qejf që ta shifja dhe të kuptoja pak më mirë edhe unë vetë personalisht për historinë dhe traditat e Deos. Dhe e dyta, po ashtu, me shumë qejf, duke e ditë që bashkia ka bërë një organizim shumë mirë, e kisha me shumë qejf që ta shifsha këtë dasëm, që është edhe një mishërim shumë i mirë i gjithë vlerave, traditave dhe historisë që ka Vaudesi. Përveç dimensionit historik dhe kulturor, aktiviteti përcolli edhe mesazhe që lidhen me rëndësinë e ruajtjes së traditave dhe formimin e lidhjes së brezave me rrënjët e tyre. Kjo ishte edhe arsyeja pse ceremonia u përjetua jo vetëm si rikujtimi së kaluarës, por edhe si reflektim mbi vlerat që vazhdojnë të mbeten aktuale në shoqërinë shqiptare. E besoj që çdo vit me përkushtim, pasion dhe dashni për historinë e vendit tonë, ky grup artistësh dhe bashkëpunëtorësh na rikthen kohë, duke na bërë të prekshme ato ngjarje që përndryshe do të ngeleshin vetëm faqet e librave të historisë. Prandaj përmes teatrit, përmes kostumeve, muzikës, interpretimit, historia do të thotë që nuk lexohet më, por ajo jetohet. Dasma e Skënderbeut dhe Donikës po kthehet gradualisht në një nga aktivitetet më përfaqësues të zonës së Vaut të Deos, e zhvilluar në sfondin unik të kalas së Deos. Kjo fest kulturore po kontribon në promovimin e historisë kombëtare, ndërsa njëkohësisht po e afirmon zonën si një destinacion me potencial të rëndësishëm për turizmin kulturor.